Nderuar letërsia e sajt, princesha Aliata, nderuar shkëlqësi ambasador, zyrtar, miq dhe mikesha të Institutit Konak, ju uroj nga zemra për artin tuaj në vendin tonë. Dashur pranishëm, si sot 90 vjet më parë, në Paris publikoi nga e famshmi Leon Rey dhe Hasan Ceka Le Mosquée de Etembe, ndoshta artikulli i parë shkencor i shkruar për artin dhe trashëgiminë arkitektonike të Islamit në Shqipëri. Me të vërtet, ishin themelet e shëndosha për një disiplinë që po tërhiqte gjithnjë më shumë vëmendje në akademi, sidomos mbas luftës së dytë botërore. Por gjithsesi, tek ne mbetën themelet e harruara, por të shpluhurosur në ndonjë rast nga pak kush, si nderuar profesor Alexander Meksi, Indjeri Suleman Dashi apo mjeshtri holandez Michael Kiel. Sipas këtij të fundit, Michael Kiel, këtij historiani brillant holandez të arkitekturës osmane, i cili ndroi jetë pak javë më parë, pra sipas tij në vitet 90 ai do të thoshte, do të deklaronte se më shumë se 97% e trashëgimisë osmane në Shqipëri nuk e kishte mbijetuar forcave shkatëruese të modernitetit shqiptar. Kjo është edhe nga arsyet objektive se tek ne shkëlqen mungesa e një tradite solide e studimit dhe trajtimit sistematik të artit islam. Pjesa e asaj që më motivoi për më shumë se një dekadë më parë për mbledhjen e koleksionit me të cilin kërkon të marrë jetë projekti Muzeu të Artit dhe Trashëgimisë Islame në Tiranë, ishte kur mësova se nga kjo pak që kam mbijetuar, shumë objekte po mbliheshin nga koleksionistë privat të huaj dhe kështu lindin përgjithmonë vendin ton, duke forcuar dhe thelluar humbjen e memorjes tonë kolektive. Ky koleksion shpreh përpjekjen për t'i ofruar publikut një pjesë të kësaj memorie, nga aq pak sa ka mbetur, më pak se 3% sipas vlerësimit të Kiel, duke u përpjekur që nëpërmjet copëzave të mund të ofrojmë përfytyrimin e një mozaiku historik e kulturor të dikurshëm. Për mua si imam, shumë nga këto objekte janë të mbarsura me domethënie shpirtërore, mbartëse të mistikës të atyre që i prodhuan, që i përdorën dhe u dhanë atyre kumtin e vetë. Por shpresa jonë është që shumë nga këto objekte të mund t'i flasë një publiku më të gjerë, i ftuar të dëshifrojë tek këto kërkimin e njeriut për sakralen, për të bukurën, për estetiken, pse jo, të ndriçojë sadopak njohjen mbi të shkuarën e përbashkët. Ky kërkim, besoj, transcendon veçoritë tona fetare dhe kulturore dhe mund të shërbejë si një shtys për të gjetur esencën tonë njerëzore. Të dashur pranishëm, ideja e këtij muzeu reflekton përpjekjen për të pasuruar narrativën tonë të përbashkët kulturore dhe artistike, si dhe të theksoj gjuhën e kompleksitetit në një kohë ku shpesh ndeshemi me tendenca reduktuese. Kompozitorit të famshëm austriak Gustav Mahler i atribuohet thënia se tradita nuk gjendet tek adhurimi i hirit të dikurshëm, por tek mbajtja gjallë e flakës. Vizioni i Institutit Konak është që mbi këtë koleksion të ndërtojë një hapësirë publike që nuk reduktohet tek stivosja e objekteve të pluhurosura nga e kaluara, por tek ngritja një platforme aktive kulturore, e cila me ekspozita të përkohshme, me programe që të sjellë, me ekspertizë që të ftojë, me shprehjet bashkëkohore artistike që do kërkojë të ekspozojë, të krijojë një traditë të gjallë në shërbim të publikut, një qendër studimore ku manuskriptet vijnë në shërbim të studiuesve dhe një hapësirë kreative për artistët bashkëkohor. Ftesa e Institutit Konak reflekton përrjedhoi gjykimin tonë mbi mungesën më së shumti të përfaqësimit kulturor të artit dhe trashëgimisë islame dhe përpjekjen tonë për të ofruar kontributin tonë sigurisht jo shtërues për të adresuar pjesë të kësaj mungese. Njëkohësisht, ftesa jonë synon të tregojë vizionin e Institutit Konak për ta vënë këtë institucion të arshëm në dialog me institucionet dhe angazhimet kulturore në vend dhe në nivel ndërkombëtar, për ta vënë këtë ndërmarrje në kontekstin e vet europian dhe mesdhetar, si dhe me shprehjen më të gjerë globale të artit islam.